pacientat që vuajnë nga migrena, ose në atakën e migrenës. Por nuk dihet pse vjen. Faktori gjenetik lund rol, pacientat që e ka një antar të familjes deri tek gjenerata e gjyshërve. Shumë shpesh ndëgjoj edhe gjithë i pës ju bëj pyetje njerëzve kur vjen puna te thonë jo unë kam migren, dje kam pas një kokëdhimbje të madhe migren edhe përzin shumë kokëdhimbjen te unë s'paku duket, se edhe kur i pës e shoh që nuk e din sakt a kanë migren, a nuk kanë migren, po e kam pa si fjalë, unë mas pari e kam pa në për film, aty u përdor fjala migren, e më duket e përzin kur kanë kokëdhimbje të madhe i thonë migren, kur kanë të vogël si thonë migren, qysh detektohet edhe ka njëherë mu doke ty fol me njerëz dhe ty lexu pak për ta, mu doke si smundje koha misterioze. Edhe thësha, ndoshta se din kur kush ç'a është, po veç e kanë qit një emër që ashtu kur është kokëdhimje e madhe. Po çka ka dallim migrena për një kokëdhimje normale, për shembull që dëm kryqës që flajt shumë ose nëse abstinencës ndaj kafës, se edhe nëse është e vërtetuar që domethënë nëse pin rregullisht kafe dhe nëse një ditë e lën ton ditën mos me pi kafe, abstinenca, domethënë mungesa e kafeinës shkakton kokëdhimbje. Po, ka shumë shkaktarë pse shkakton kokëdhimbje, por është dallim shumë i madh prej kokëdhimbjeve të tjera dhe kokëdhimbjes së migrenës. Është shumë i madh domethënë dallimi. Okej, se unë në kryetamin e kam pas shumë të vogël, pse ta e bëna pyetje. Është misterioze në kuptimin që nuk dihet shkaktare. Por dihet patofiziologjia. Dihet që ka ndodhur në tru pacientat që vuajnë nga migrena, ose në atakën e migrenës. Por nuk dihet pse vjen. Faktori gjenetik lund rol, pacientat që e ka një antar të familjes deri tek gjenerata e gjyshërve, duke përfshirë prindrit, motrat, vllaznet, hallat, tezet, axhallart, dajallart. Pacientat që kanë një antar të familjes me migrenë kanë predispozitë që edhe ata vetë dikur në jetën e tyre të vuajnë nga migrena. Kokëdhimbjet, edhe këtu ndahen në 3 grupe të mëdha. Në kokëdhimbjet e migrenës, kokëdhimbjet klaste dhe në kokëdhimbjet e tensionit. Cila ke e dyta? Klaste. Cluster, do të thonë si segmenteve. Kokëdhimbje të shpeshta, të forta, por që zgjasin pak minuta. Okej. Krahasimisht me migrenën. Tek migrena, pacientat, ashtu si është paraqitet tamam migrena klasike. Njëherë paraqitet aura vizuale, pacientat fillojnë të kenë si xixa, si turbullim shikimi, nga njëra pjesë vizuale e fushës perimetrike. Falë që po të ndalë këtu, se më ka ndodhur kohëve të fundit, më ka ndodhur mos e kam për shkak të ndryshimit shtypjes ose diçka, që ndodh një pjesë e shikimit, sikur këshyr shumë gjatë në diell, që me të bo me pa ma kesh, do më thonë, sikur të këshyr në diell edhe kur shetën i që i shet pak me... Ashtu e përshkujnë pacientat, ose sikur zigzake, sikur nxiza shkëndia drite. E nëse ndodh që e pa kokëdhimbje, çka mundet me qenë? Ka migren pa migren. Ka migren pa migren. Migren pa kokëdhimbje. Do të thonë shfaqet vetëm aura. Është kjo aura vizuale. Do të thonë që kjo është aura, do të thonë që ato e keni ndjenë pak si mundimit pak si, po, jo të një të hupë dhe siguria, që ka ndodhë pak orientim, që orientohesh pak, dhe më dhënë, kërë ki anash pak si nuk sheh, qash mirë. Sa ja për cilët edhe me simptomet e tjera vegetative, se është ndjenjë mundime ose nauze, është ndjenja e marramendjes, një marramendje jo specifike, dhe natyrisht që shkakton një ndjenjë pasigurie sepse zgjat disa minuta. Të më thënë, aura, migrenës, gjatë 10 deri në 50 minuta. Pastaj fillon kokëdhimbja, tek migrena tipike. Pastaj fillon kokëdhimbja tipike të migrena është zakonisht e një anshme. Dhem ose një ana ose tjetra anë e kokës, duke filluar nga syri, nga pjesa frontale parietale. Dhimbjet, dhe më thënë, kvaliteti dhimbjeve ndryshon të migrena. Tek migrena janë kryesisht dhimbje pulsuese, ose sikur me çekan. Pacientat e ndjejnë sikur pulsin e vet, ndjejnë kokëdhimbje, me ritëm, ose sikur me goditje me çekan.